Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirplatit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah ila akhiri sura. Sadakallahu al-azim. Wa ballagana rasuluhu an-nabiyyul hashimiyyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin shakirin biqalbin salim. Falënderimet dhe lavdërimet tona që burojnë nga thellësia e zemrës tonë nuk I takon as kujt tjetër përpos Allahut fuqiplot. Vetëm Allahun e madhërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërsa salavatet të përzemërta I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në shkatrimin e këtyre botrave. Të nderuar dhe të respektuar shiques. Sot me lejen e Allahut fuqiplot do të mundohem shkurtimisht ta elaborojmë, ta zbërthejmë me tefsir të shkurtër surën Humazah, ku në këtë muaj të bekuar, apo kjo ditë madhështor që është e që jena me agjerim, do të mundohena shkurtimisht që u them disa fjalë dhe secili prej neve që prej sifirit e deri në parathirje së ezanit njeriu mundohet besimtarja apo besimtarja, por edhe fëmijët që janë apo që ne I mësojmë me agjerime mundohen të bëjnë çka mos vetëm e vetëm që të gjithë të jenë të kënaqur. Ajetin pak më para që e lexova, që është në suratul Humazah, Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wailul likulli humazatin lumazah." Mirë për ata besimtar e besimtare, mirë për ata njerëz, mirë për ata që besojnë Allahun fuqiplot e më pas bëjnë gjithçka vetëm e vetëm që njeriu ta ngritë veten e tij në një pozicion jo të duhur. E për atë e kam zgjedh këtë sure dhe fillimi I sajna që është edhe surja që emërtohet dhe që është surja Mekase, me siguri se edhe alayhi salatu wassalami kishte shumë brenga, sfida, probleme, por Allahu xhalla xhelaluhu me fjalët e tij, Allahu e qetësoi pejgamberin e tij, por kjo është një mesazh që edhe ne të qetësohena apo që të qetësojmë zemrat tona me fjalët e Allahut fuqiplot. Shkurt me thënë se Allahu xhalla xhelaluhu në këtë sure që e përmenda deri në fund të sures, Allahu xhalla xhelaluhu aq mirë e përshkruan se përgojimi I padukshëm apo në përgjithësi përgojimi është një gjë, një ves e lig ku e çiltron zemrën apo e dryshk zemrën e më pas njerëzve bëhet diçka sikur me e ngrën atë dhe kur e ngrën atë ai rahatohet apo qetësohet. E kjo është një gabim fatal ku këtu duhet të përmendet shkurtimisht se të gjithë njerëzit nëse folin pa bazë dhe pa argument dhe fjalë thashe theme në këtë muaj të bekuar, në këtë ditë të agjerimi, në këtë ditë ku Allahu xhalla xhelaluhu I ka urdhëruar të gjithë melaqet që ta ndjekin muslimanët dhe muslimanët anë kam botës ku janë
dhe prej mëngjesit e deri në mbrëmje me ndet i uritur dhe të mirët me thashe theme apo me përgojime në ku e kina bas kryesor që është ajeti kuranor dhe surja dhe në për suret tjera ku e përmend Allahu Gjelle Gjelaluhu si kur me hëngër mishin e vllaut të vet, ai secili duhet të mendoje se kjo është një gjest i neveritur, një vepër e lig ku besimtarin e shpije deri në zjarin e xhehenemit. Për atë, kjo sure ka shumë përmbajtje dhe ne kur e lexojmë këtë sure, secili prej neve duhet të vetë dëgjosohet dhe ta mase veten e tij se nëse është në atë rrugën e përgojimit, në rrugën e thashethemeve, në rrugën ku të gjithë njerëzit mundohen të ushqehen dhe ushqimi i atyreve nëse është ajo që nuk mund të marrin atë të duhurën, atëherës ne duhet t'i kthehena Allahut fuqiplot me një pendim të sinqert. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të gjithë muslimanët anë kam botës ku janë prej përgojimeve dhe prej zemrave të prishura, Allahu Gjelle Gjelaluhu larg na qoftë inshallah. E lusim Allahun fuqiplot kjo ditë e sodit, dita e agjerimit që është, sikur Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka falë të gjithë të mëparshmit para nesh ka kanë qenë dhe ne i mbështetena Allahut fuqiplot gjitha mëkatet, gabimet që ka na bë deri më sot, Allahu Gjelle Gjelaluhu af dhe maghfiret na bët inshallah. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që agjerimit të jetë prej agjerimeve të pastra inshallah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ridaan lillahi al-Fatiha.